Normal, mirë mbrëma, mirë se ardhet në emisionin tonë. Atëherë, kemi lënë pas vitin 2008. Si ka qenë përgjithësi ky vit për ju? Ky vit ka shku shumë shpejt. Me të vërtetë shumë shpejt. Tash më kujtohet viti i kaluar, dhjetori i kaluar. Sigurisht ka qenë një sukses shumë i mirë. Viti më i suksesshëm deri tash. Për çfarë arsye më i suksesshëm? Për arsye kam pas mbrëmje të organizuara shumë mirë, shumë të suksesshme. Edhe albumi ka qenë me sukses mirë. Sigurisht sukseset e këngëtarit janë këtu. Në përgjithësi, e keni realizuar gjitha ato planet muzikore që keni pasur për këtë vit, apo ka mbetur diçka që pritni ta realizoni gjatë këtij viti? Nuk kam bërë shumë plane për këtë vit që ka kaluar, që tash po e lëm. Mirë, po ato planet që i kam pas i kam realizuar gjithë ato. Mendoj për vitin 2009 që punoj me një hap pak më shpejt. Do thonë këtë vit kam punu, si me thonë, pak më ngadalë. Mirë po në hapa më të sigurt. Cili do të jetë kujtimi më i mirë nga viti 2008? Kujtimi më i mirë nga viti 2008 është sigurisht martesa ime, kurse sa i përket karrierës, albumit. Normal, është përfol mjaft shumë për martesën tënde, domethënë duke pas parasysh moshën tënde të re, edhe është interpretuar në mënyra ndryshme prej mediave, edhe atyre elektronike dhe shkruara. Sa ju kanë pengu këto? Ja, të drejtën as pak nuk më kanë pengu. Ka qenë knatësia me mohën jetën tim. Edhe si po shkon jeta bashkëshortore? Sigurisht shumë mirë. Është diçka e re për mua, po që shtoj fillimi është gjithmonë i mirë, thash për makutje nuk e di. Ka ndryshuar diçka tek ti? Si me thonë, gjithmonë thash edhe më herët që planet e mia i kam realizuar gjithmonë si kam bu, ashtu si kam bu planet dhe me kohë caktuar. Do me thonë edhe para se me vendos për këtë punë, kam qenë i vendosur dhe është kryer këtë fat procese dhe ka ndryshuar gjithmonë, sepse unë jam më i madh që kam qenë. Çka presim nga vitin 2009 nga ana juaj, ndonjë plan ndoshta konkret që fillim kam shumë aktivitete mbrëmje non-stop. Album, ndonjë videoklip? Në janar, tani në janar mendoj ta realizoj një këngë të re dhe një videoklip të ri, kurse më vonë në ver albumin dhe 2 klipe të re. Do t'ju shohim në ndonjë festival? Nuk kam planifikuar për momentin, mirë po çdo gjë është e mendoj. Përfund diçka për fansat tuaj dhe shikuesit e emisionit? Unë i përshëndes gjithë, të falenderoj Critics Bari dhe ka vizionin për ftesën. I premtoj që do të punoj edhe më tepër dhe do të jem gjithmonë në dispozicion publikut.